kanë të bëjnë me përmbylljen e vitit, për me pa çush ka qenë viti 2025 dhe çka presim tutje në vitin 2026. Megjithatë, ne flasim për vitin 2025 në atë klinikën e transfuzionit të gjakut, në fakt në qendrën klinike universitare, në atë pjesë që është, bashkë me zonjën Sanie Tërnava Uka, që është transfuziologe. Do flasim se sa është e nevojshme që të rritet numri i vullnetarëve të cilët dhurojnë gjak, ka doza të mjaftueshme, kur duhet të dhurojmë, kur nuk duhet, marrë parasysh të bëjmë edhe një krahasim mes burrave dhe grave, pastaj llojet e gjakut cilat i kemi, sëmundjet të cilat mundet me u detektu aty, e punë dhe detajet e tjera cilat do t'i ndajmë me ne mysafire që e kemi tashmë në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu në studio. Uroj që të keni pas një vit mirë, se tash jemi me datën 30 dhjetor. Mundem me bëu dhe një përmbledhje për këtë vit? Të marrë parasysh këtë vitet që po kalojnë, së cili vit me ato sfidat, me ato telashet e veta, mendoj që ka qenë një vit i suksesshëm. Transfuzioni i gjakut për çdo vit e bën plan programin një vjeçar për aksione jashtë transfuzionit, në mënyrë që asnjë pacient mos me mbet pa gjak ose pa produkte gjakut, varësisht ka i nevojitet. Do me thonë, çdo ditë prej 1 janari deri me 31 dhjetor është embulume, shpesh herë edhe shtuna ose e diela. Është plan programi, mirë, po nuk do me thonë që nuk hyn edhe në aksion shtesë, kur njerëzit veç rastet nevojshme ose njerëzit dëshirojnë me bo atë aksion që me vazhdu masanej si jubilej për çdo vit kështu me siguru dozat mjaftueshme. Ashtu që kemi pas edhe me ICK, për shembull, ku e kemi sjellë edhe një material, një storie që kanë është një organizat që japin 3 ose 4 herë në vjet, nuk jam shumë e sigurt, nuk po du me cek. Jonë do djemë, do vajza shumë të mira që asnjëherë nuk neglizhojnë edhe ftojnë vetë, edhe na çdo herë shkojmë me kënaqësi në atë vend. Edhe kësaj radhe dhuratën më të mirë për fund vete kanë po dhe kanë dhuru gjak pikërisht babadim dhuron gjak, ashtu ishte edhe mendoj që gjoja më e shenjtë që njeriu mundet me bë për njeriu është dhënia e gjakut. Jo pse ton jetën ja kam kushtu këtij profesioni, po shpesh herë njerëzit pa gjak nuk mujnë me vazhdu matutje. Po. Me qënë se ju ka për shumë vjetë që jene pjesë e transfuzionit të gjakut? Ja, ma shumë se 20 vite në transfuzion. E di që shka qenë fillimi, që kemi shku, edhe po besoj që jemi ka shkojmë për sëmbari. Mendoj që njerëzit kanë fillu mu vedisu, me kuptu qka është dhonja, jo pacienti me prit gjakun, po gjaku me prit pacientin. Me thonë, na me pas rezervat mjaftueshme që gjaku me shku drejt tek pacientin në rastin e nevojshëm. Do thotë po shkojmë në hapa të mirë dhe ashtu numri vullnetar. Çdo herë është në rritje. Çdo herë numri i dhuruesve familjar bjen, edhe numri i dhuruesve vullnetar rritet. Do të thonë jemi në hapa të mirë përpara. Po krahasoj përvojën teme gjatë kësaj pune. Kur po thoni që bjen numri i dhuruesve familjar, do të thotë familjarët nuk kanë nevojë që dhurojnë vetë gjak në rast se smurët dikush, ka një aksident, ka nevojë për gjak një antar i familjes, po ka doza gjakut dhe gjakut. Te aksidentet, te rastet e urgjente, nëse na do t'i kishim prit familjar derisa të vinë, derisa të japin, derisa të kalojnë, krejt ato testimet nevojshme që duhet me nuk e di a kish prit pacienti. Qësh është gjendja për momentin në transfuzion? Për momentin nuk është gjendja e keqe, është mirë. Kemi pas aksione një numër pak madhë në fund vetë, për shkak si festa ka me qenë pak madhë e zgjatun, do me thonë, prej të mërkurës që është thuese gjysë orari, deri të honën është festë. Na nuk do me thonë, transfuzioni është i hapur 24 orë çdo herë, prej orës 9 deri në ora 5 edhe dhurimi, do me thonë, është i hapur, njerëzit mujnë me ardhë me dhonë, është kujdestaria që i mbulon krejt ato, testohen krejt, po duhet na me pas rezervat e mjaftueshme. Lusëm Zotin që mos me na qëlluna i havarina, i aksident ma i madh, na i telashe që me
me na bo raste të tilla probleme. që në këtu ditë të festave dhe shtohet numri aksidenteve dhe ka nevojë për... Kur është fluksi ma i madh trafik, ajo është normale, masane jo zgjedhjet, jo ajo, jo kjo. Njerëzit e na çdo herë janë për ngutë. Edhe kështu që uroj dhe bëjmë apel që edhe kësaj radhe I këshillojmë që të kenë kujdes edhe në trafik, kudo që janë. Ma parë për veti, po mande edhe për ne. Po, e vërtet. Edhe për ditët e festave, sepse e dim që pastaj aty ka dhe dozat e tjera të alkoolit, mundet me kalu edhe shpejtësia më shumë se sa e vrej, me rastet të tilla që uroj mos të përfundojnë në fatalitet dhe uroj mos të kemi aksidente. Kthehemi pastaj edhe tek personat të cilët mund të dhurojnë gjak. A mundemi me I përmend ata që munden me dhuru gjak edhe ata të cilët nuk dhurojnë. Pastaj përparësit patjetër e këtyre dhuruesve përveç përmbushjes anës shpirtërore, çka tjetër munden me pas? Spari kisha cek që çdo njeri vullnetit mirë mundet me ardhë, ose në qendrën tonë, ose në qendrat rajonale, ose në vendit ku na e kemi të fiksum aksionin që a dit, mu lajmëru për me dhonë gjak. Edhe tash kur të lajmërohet, janë ato procedura cilat ai do të mu kalu. Na e kemi pyetësorin special, që një farë mënyrë mundet edhe me vetë përjashtu vetë dhurusin. Do me thonë nëse nuk plotësohen që ato kriterit që janë cekuna, ai largohet vetë dhe nuk ka nevojë me kalun procedurat ma teshme. Për shembull, çka mundet me qenë? Për shembull, tek ne kemi rregull, mashkujt mujnë me dhonë gjak çdo 3 muaj, do me thonë 4 herë në vetë, ndërsa tek femnat për shkak ciklit edhe të lindjeve, të lasheve tjera, ajo është e reduktuar vetëm 3 herë në vetë, do me thonë çdo 4 muaj. Masande është mosha si kriter, prej 18 deri në 65. Mi 65 na I marrën vetëm ata persona cilët kanë qenë dhurues të rregullt edhe gëzojnë shëndet të mirë edhe 2-3 vite mandej, po jo edhe shumë gjatë. Mandej janë terapia, smundjet, çka ka kalu, çka është për momentin, a ka ndonjë grep, tek femnat për shembull, a ka kalu ndonjë abort, a është atzon, a ka fëmijë të vogël që e kanë gji, mandej intervenimet, operacionet, hjekja e dhomit, vakcina, janë krejt këto që ndikojnë. Mirë po janë edhe do smundje cilat neve na përjashtojnë për herë dhurusit. Për shembull, ato të transmetueshme. Me antibiotiku, për shembull një grep, një smundje, e merr antibiotikun, një javë është I përjashtuar, një javë mundet me ardhë si dhurus I rregullt. Mirë po tek këto smundjet, për shembull tek këto operacionet kardiovaskulare, te intervenimet e mëdha, te këto smundjet kanceroze, këta janë eliminues për hershëm. Personat që kanë kalu tuberkulozin, personat që kanë kalu malarjen, për shembull tash dhe tek na është rrit ajo numri I njerëzve që po mujnë me vizitu vende ma të largëta. Du të me pas parasysh bile s'paku që atë kohën e inkubacionit. Inkubacioni është koha kur prej kontaktit deri kur smundja shfaqet, do me thonë mu refuzu si dhurus. E nëse veç e ka kalu malarjen, atëherë ajo është si refuzu si përhershëm. Ndërsa të tjerët janë të lejuar në qoftë se gëzojnë shëndet. Tash krejtë më varet qysh I kanë kriteret që I plotësojnë. Po ka prej atyre që vinë çdo herë rregullisht, pra çdo 3 muaj apo 3 herë një vetë në çështë janë. Po, ka njerëz që e presin minutin për me ardhë, ka njerëz që e lidhin me ndonjë jubilej, me ndonjë ditëlindje, me ndonjë send veçantë për ta dhe don për shembull për ditëlindje me dhuru gjak. Sa mirë, kështu besoj që dhe ata përmbushën edhe shpirtërisht, po edhe nga ana e tyre, po besoj edhe për trupin, për organizmin është mirë. Na si staf I transfuzionit, muj me thonë që për mi 95% jemi dhurus të rregull gjakut. Na nuk japim një ditë saktume, për shembull përpara kur kom ardhur në transfuzione kemi pas një ditë kur jepshin gjithë dhe kemi pas ditën tonë. Po tash jo. Tash për shembull jepum çaj çaj grup që mungon, veç kur e shohim që është 3. Unë për shembull vetë jam një grup shumë I rrallë, asnjëherë nuk më dhon kur dëshiroj, po kur e shoh kur është e nevojshme. Pra, flasim edhe pak për grupet e gjakut. Ju thatë që jeni një grup I rrallë, që bie jeni cili grup? B negativ. B negativ është më I rrallë. Tek na në bazë disa statistikave që kemi është dikon 0,6%. Do me thonë du të mi mbledh ofër 200 doza për me dalë një B negativ. Se është pak ma e rrallë. Dhe të tjerët, B mundet me dhurumet të për B negativ? Po, në rast
kur nuk i ka jam banë, mundet mi dhonë edhe B negativit, po du të me pas kujdes të kë femrat moshën regenerative dhe të femrat moshën fertile, dhe me thonë kur lindin, du të me pas kujdes mus me andru RH faktorin, për shkak se mundet me qëllu të beba të lashe me antitrupa. Po. Antitrupat e nonës, po, mundem. Gratë që janë negative, du të me anë qendrën e transfuzionit, s'po ku 3 herë shtatzanin e parë me i bo antitrupat. Organizmi i nonës gjatë kontaktit me grupin pozitiv din me kriju antitrupa. Është shumë interesant qysh natyra e ka leju organizmi i nonës me duru një frët që i ka gjysën e gjeneve të babës e nuk peduron vesh për një RH. Po, RH-ja, antideja, për shembull, na e kemi kështu ma tekstume, o shumë imunogene, dhe me thonë kryon shumë antitrupa, për që ata dhe na jep shumë të lashet e nona. Edhe duhet kënë Edhe duhet pa tjetër me qenë edhe nën kujdesin e transfuzioni gjakut. Dhe pasaj pas lindjes, është të nevojshme që të përcjellët? Pas lindjes, atëherë bëhet grupa e gjakut bebës. Nëse fryti e ka grupin, si kur nona, për shembull, e ka negativ, nuk ka nona nevoj me marë mbrojtjen kundër antitrupave. Nëse fëmija është pozitiv, atëherë, nëse ajo planifikoni e shtatzanitarshme, ajo gjithsesi duhet me marë mbrojtjen kundër ndërsa për grupet e tjera të gjakut, për shembull A, B, 0. Tena në Kosovë dominon grupa 0 e gjakut, do me thonë, dikon për 26%, si mas do statistika ma herët që kanë qenë, janë 0, prej tyre janë një numër maj madh pozitiv edhe janë negativ. Dikon janë ofër 100 grupe gjakut deri tash që janë zbulume dhe vazhdojnë me u zbulu ma herët, po tek ne janë ma me rëndësi sistemi parë dhe i dytë, sistemi ABO e qujmë na dhe sistemi RH, që qojmë pesh ma shumë të marja dhe të dhonja e gjakut. Tash, mas A-s vjen grupa, mas 0-s vjen grupa A, mande kemi persona që kanë me B, grupa AB është ma e rallë, dhe me thonë, grupën AB negative na e kemi ma të rallë se sa krejt grupe tjera. Po, fatmirësisht e kemi 0 negative, që është universali e gjithave. Ju jep gjithave edhe nuk merë prej askuj, po veç prej vetës. E kjo është ndërsa edhe pak më e vështirë. Unë po e shërë që ka raste, ndërsa në raste të ralla, po kam pa dhe postime në ndonjë rast të caktuar, ndërsa në ndonjë grup të rallë, ku dhe familjarë... Mendoj se këto postime janë ma të arsyeshme në rastet kur kemi të bojmë me grupe negative, jo me grupe pozitive. Kryesisht me sa isha dhe janë për ato. Mendoj se janë ma të arsyeshme. Mirë po, do të me përcjell pak shpet. Në herë edhe na si transfuzioni gjakut jemi të obligum me boni postim për shembull munges një grupi. Ka një herë për shembull është një havari, një të lashe ma e madhe, edhe na për momentin jesmi keq për qatë grup edhe postojmë. Mendoj që ma të arsyeshme do të me qenë që ato postime tona, që janë ma reale, kur janë zyrtare, se sa që vim për personave caktuar. Me grupe negative kritë bota ka të lashe, jo vetëm na. Se janë ma të ralla, janë ma pak. Edhe shpesh herë si për inat, qatë grupë që nuk e ki, të vinë kërkesa ma shumë për gjak ose produkte gjakut për qatë grupë që eksiston. Qysh bërni pastaj, në qoftë se ka kërkesa të shumta për njërin grupë të gjakut, pastaj qysh komunikoni ju me klinikat e tjera? Po, në qatë moment kur na kemi më pak, atëherë kliniken e lajmërojmë që mi dërgu familjarët për me arë me embulu. Me thonë të grupet e rallate. Në rastë kur kene, jepë në pati të kur kemi normal. Jo në rastet, për shembull, këto rastet që janë me kemoterapi, për shembull, familjarët nuk mujnë me embulu sa duhet me marë. Janë këto me smundjet gjakut, me thonë, kur një organizëm jeton veç me gjak të ujë, kur trupi vetë mo nuk i prodhon. Me thonë, e familje shteret, ata më nuk mujnë me dhonë sa duhet. Edhe na mundomi spaku për qëto rastet që vinë urgjent. Me thonë, për qëtoti, gjitho herë me pas një rezervë caktume. Për shembull, të vinë 5-6 rastet aksidentume për me njerë. Ose për shembull, një aort kur të punot, din shpesh herë din 30 doza me ti marë gjak edhe produkte tjera. është shtirë për një familje, për shembull, për një kohë shumë shkurt me t'i mbledh 30 doza.
Po, kështu që fatmirësisht që ekziston edhe... Na lutemi, për shembull, kur e caktojmë grupin e gjakut, që ati personi që mos me na qëllu një grup i rallë që na me ardhë ma shpejt diri te punimi i ati testi që do, dhe me thonë testit për shtashmëris, edhe me arë sa ma shpejt gjaku tek pacienti. Do thëtë është shumë e rëndësishme që gjitha këtu teste pastaj janë mëse të sigurta dhe mësë mirë që të bëhen pa marë parasysh, për shembull, unë ose ti ose kush do që t'jep gjak, a jep 1 hera, 2 hera, 3 hera, 4 herë në vetë, a i gjak gjdo herë testohet rishtas prej fillimit, sikur për herë të parë. Se mundet me në asaj periude me pasë kontakt me ndaj smundje që bartet me gjak, edhe aj produkt nëse del pozitiv, aj heket prej stokut. Edhe është shumë e rëndësi për dorusit që dorusi lajmërohet, për shembull që e ka qatë smundje, ritestohet prap me një mostër 3, mbas 3 jave, ose mvashtisht kur kryhen testet konfirmatore, edhe masane i vazhdon procedurën me infektologën. Qka presne ju pastaj në vitin 2026? Ka kërkesa? Keni staf mjaftueshëm? Ka nevojë diçka të funksionojë edhe më mirë? Staf mjaftueshëm nuk kemi pas asnjëherë. Sidomos për shembull kur kemi javën e dhurimit, kur kemi aksionet më të mëdha, atëherë qendra pometet e zbrasti nuk ki çaren për shembull ne kemi pjetreshticën në aksionin më madhor në krejt vendin për momentin që është. Kemi këto fshatrat e Raovecit, i kemi Kforin, i kemi Euleksin, që janë aksione shumë të mëdhaja, për shembull që e kalon një shifër, për shembull e kalon 3 shifrorin. Atëherë ti dush me quni staf pak më të madh atje. Për shembull kur është koha e pushimeve, kur është për shembull koha e gripave, ti kina i personel smuta diçka, atëherë ai që mbetet, për shembull në qendër do të me bë punën për 3 persona. Na jemi pak edhe mjek, po edhe staf të mesëm kemi pak. Që do të thotë sidomos në këto raste kur ka kisha pas dëshirë që 2026 as pak me na gjetë me një numër pak më të madh stafit. Si për neve, si për qendrat rajonale për rreth që i kemi. Uroj që t'jetë ashtu, sepse puna që ju e bëne është mjaft humane dhe mjaft e lodhshme po ashtu në anën tjetër dhe stresuese edhe me një përgjegjësi shumë të madhe. Ju përgëzoj për punën që e bëni, që keni bërë edhe gjatë tërë vitet e këtyre vjetëve. Dëshirojmë dhe urojmë që t'ju kemi përsëri bashkë edhe në Koha Vizion, qoftë me storje, me lidhje direkte, por edhe me biseda në studio këto. Ose me aksion durimi gjakut. Po, pa tjetër, kjo edhe më e mira. Se ne kemi obligative ata për me kërku gjakat e kushkojnë. Që të vinim atëherë këto edhe t'jemi edhe një si pjesë e stafit që dhurojmë gjak. Knaci, faleminderit shumë. Faleminderit.